harxhu shumë para për më harxhu financiarisht për një natë, se zakonisht shumica shkojnë veç se për duket na bukur, domethënë nuk shkojnë për më kënaqë dhe me shiju ditën e fundit që e kanë me shoqëninë që e kanë pas gjatë 3 viteve gjimnazës së shkollë. Ndërsa tek testi maturës, mendoj se shumica e nxënësave kanë shumë stres, edhe ndoshta prej tyre ka shumë që mësojnë, po zakonisht kur hinë në testin e maturës, zakonisht gjitha njëri që i morin ato vetë se i harrojnë momentin që hinë në test. Po zakonisht këtu të na kemi, për vetën, nëse flas për vetën tem, në testin e maturës zakonisht e kisha hi krejt, se nuk është shumë i stabilizuar dhe nuk m'duket që i jep tamën qatë farë nivelitetit që mundet me jep një nxënës. Dikush për shembull ka votin ashtu mundet edhe me kopju dikush. Ndoshta është i pavlefshëm. I pavlefshëm zakonisht. Tash po edhe nga sot pavlefshëm a bën? S'na dëgjojnë Ministria e Arsimit. Mirë. Atëherë domethënë mbrëmja e maturës edhe testi i maturës, mendoj që domethënë mbrëmja e maturës është një natë e paharrueshme dhe emocionuese, kryesisht domethënë që është përshëndetja me shoqërinë për rreth 3 vitet e fundit që i kemi pasur me ta, edhe mendoj që ato kryesisht e shënojnë fundin e një etape domethënë dhe fillimin e një etape tjetër që domethënë na ndryshon plotësisht jetën. Atëherë testi i maturës është një proces i rëndësishëm vlerësimit për ne si nxënës, sepse tregon aftësitë që ne kemi fituar gjatë viteve të shkollës së mesme, sikurse edhe mbrëmja e maturës, edhe testi i maturës domosdoshmë është një proces apo një cikël jetësor domosdoshmë që ne do ta arrijmë domosdoshmë edhe dëshirojmë apo nuk dëshirojmë, atëherë ne do të jemi prezant aty. Është rëndësishëm por edhe sfidues sepse kërkon përgatitje të ndryshme, përgatitje të vazhdueshme dhe po ashtu edhe përqendrim. Mendoj që është një etapë që na ndihmon në përgatit edhe për mësime të mëtejshme. Atëherë sa përket mbrëmjes së maturës, nuk është vetëm një festë, por edhe një moment domosdoshmë simbolik që shënon fundin e gjithë atyre viteve që i kemi kaluar, fundin e shoqërisë tonë që kemi pasur, fundin e të gjithë atyre momenteve të mira apo dhe të këqija që ne kemi pasur gjatë kohës sonë. Është një kujtim që mbetet gjatë në jetën e çdo maturanti, pret emocione të përziera, si gëzime e të tjera, domethënë kemi të gjitha në atë natë. Janë të përziera. Të përziera, emocione të përziera, normal. Mirë. S'keni të shtrojnë diçka apo jo? Jo, veç një përshëndetje domethënë të klasës sem, shokëve shoqes, po ashtu edhe kujdesarit tonë Bedreni Shemci, i cili gjithherë mundet me na përgatit për këto periudha të jetës sonë, që të jemi sa më të mirë, sa më të suksesshëm, të mos kemi stres, dhe kjo është gjëja që neve na lumturon më shumë. Atëherë një përshëndetje që kisha bërë është kryesisht për prindrit e mi, të cilët domethënë fal ty një ku më arrit deri tash në një çka kum bë, edhe fal sakrificave tyne domethënë e kum bë që domethënë një gjithçka na dohet vetëm me pas domethënë mbështetjen e prindëve tonë edhe asnjëherë domethënë mos më ndërsu me kon gjithmonë vetvetja. Atëherë edhe unë kisha dashur me një mjanis prej prindve, domethënë familjes teme, të cilën më kanë inspiruar, më kanë jep motiv, mbështetje, domethënë për kohën më të madhe prej tyre kum pas. Pastaj kisha shkuar te klasa e 12-12, cilën i përshëndes shumë si shoqërisë si klasë kemi qenë një klasë shembull. Pastaj kemi edhe kujdesaren tonë Pexhiri Kostume, e cila është viti i fundit, i cila domethënë përfundon me neve. Ajo ka qenë puna sa ka qenë gjithmonë e palidhshme dhe pas zëvendësueshme domethënë, ajo është e ka marrë domethënë është një lavdat për neve dhe është domethënë një gjë shumë e mirë që na ka ndodhur neve sepse kemi pasur si kujdestari ata. Atëherë unë e përshëndes familjen, sidomos prindrit. Ajo që jam sot jam fal tyne, ndërsa e kisha përshëndet edhe klasën time 12-2, edhe kujdestarin e socialin ku sot e ka linjë, kështu që kisha dashur edhe m'ja uru. Dhe shumë profesorë të tjerë që na kanë ndihmuar dhe na kanë motivuar për të ardhmen tonë, edhe gjithmonë na kanë treguar se cila është ana më e mirë e jonë. Aurora diçka po bëhet dhe diçka ka harruar. Domethënë ndaj familjarëve të mi si nga ana e mamit, si nga ana e babait, domethënë që kanë qenë gjithë për krameja. Po ashtu me përshëndet edhe vajzën e vogël tem, Anisa Osmani, e cila domethënë gjithherë më ka frikëzuar si të mirë, si të keq domethënë ka qenë për krameja. Edhe mas shumë të edhe momin edhe njëherë, se e cila ka qenë gjithherë aty me mua, e kam jo vetëm si mam, por edhe shoqja jame gjatë rrugtimit tem, gjithherë edhe mam gjithçka e foli me të, edhe kjo është përshëndetja jame. Nëna ju është mësuesja e parë.
E vërtet, që ashtë është, mësusja por momi. Gjithherë ka qenë ajo që na ka përkro në çdo rrugë, pastaj domon edhe vllaznia mi, edhe nga ona momi domon mos haremi cik, edhe dojtitet që të kanë qenë domon gjithherë aty për ne. Ishte shumë bukur kjo bisedë besoj. Ndoshta s'kemi harruar asgjë për përmendur këto gjitha që kemi para për të zhvilluar, ha? I falenderoj shumë përzemërsisht gjitha vajzave që keni qenë në studion e Radio Lapit. Ju uroj suksese në vazhdim dhe t'i kryeni ato që i keni para të realizoni gjithsesi deri në fund. Apo? Faleminderit shumë, faleminderit edhe për ftesën që kemi qenë sot këtu, kemi pasur mundësi. Kemi ndodhur të kënaqura për shkak. Kemi ndodhur të kënaqura po. Faleminderit shumë. Jeni friksuar nga pak? Jo, as pak, sepse mikrofoni nganjëherë shkakton një lloj shqetësimi. Besoj që çdo maturant këtu pyetje domon do të jenë thjeshta për ta edhe gjithsesi do të më qeni përgatitur për proceset që ndodhen gjatë jetës së tyre, kështu që nuk mendoj që janë vështirësi për neve, sidomos në moshën që ne kemi tash, më dik mu përgjigj, me dha përgjigje më të sakta me pas një qëndrim sa më të mirë. Amo ka njëherë nuk mungon nashta dhe stresi, emocionet e bujnë ata të vetën edhe t'i pështjellim fjalët edhe nashta shkon deri te domethënë përfundimi i keq i fjalëve, domethënë mi përshtat fjalët, po edhe kjo është pjesë e jetës. Nxënësit e gjimnazit i përshëndes, maturantët edhe njëherë Elma Kiqmarin, Aurora Osmanin, Eliesa Uka, Alena Kiqmari. Alena. Apo? Alena. Alena, po. Mirë, 12. Mos harroj. Se veç deshta më të korrigj. Mirë, faleminderit. Ju përshëndes, ju uroj gjitha të mirat, sigurisht suksese të reja. Dëgjuesve them se këtu do ta përmbyllim duke dëshiruar çaste të këndshme me takime tjera me nxënësit e shkollave tjera, të cilat sigurisht do t'i kemi edhe nxënës dhe duke shikuar sigurisht edhe gjitha ato që i përjetojnë nxënësit.